shakartum lazidannakum wa la in kafartum fa inna adhabi lashadid. Falëndërimet, madhërimet, përkushtimet, jeta jonë, vdekja jonë, gjithçka që na ka dhëruar Malli i Zot me merit, i takojnë atij që krijoi përsosmërisht gjithësinë dhe nënshtroi çfarë ka në qiell dhe në tokë, në ndërim. Dhe shfaqjet të dashurisë tij dhe bujarisë tij për njeriu, e plotësoi dhe përsosi nderimin dhe bujarinë dhe mirësinë dhe përkujdesin e tij ndaj nesh, duke zbritur udhëzimin hyjnor dhe duke dërguar profet. E falenderojmë Allahun Zot veçanërisht që na udhëzoi në Islam, e vetmja fe e pranuar kjo mallëni e tij. I të i lartuar dhe paskaj madhëruar, është pronari gjithçkaje, ai që krijoi jetën dhe vdekjen, na provoi në cilin nga ne është me i përsosur i veprat e tij, dëshmojmë me gojë, me mendje dhe me zemër. Nga krejt qenjen tonë që s'ka të adhuruar me hak veç Allahut dhe që Muhammed a.s. është rob dhe i dërguar i tij me fenë të vërtetës dhe të drejtësisë, dërguar veç se mëshirë për gjitha botrat, paqja dhe bekimin e Zotit qoftë mbi krejt profetët, Muhammedin a.s. familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e ndoqën në ndjekin punën e tij të përsosur dhe të bekuar deri në ditën e premtuar. Amin. Dashur vëllezër, modra nderuame, do flasim sot për një nga pjesët e besimit, ose si thot profeti alayhis salam, gjysma e besimit, që në emrin e Allahut ta shkonim sa do pak vetën tonë nga përgjumja, monotonia dhe joshja dhe rëmbimi që na bën çdo ditë me vezullimet e veta mashtruese këtë dynja, pa kjo botë e përkohshme. Është pikërisht falënderimi ose mirënjohja, për cilën profeti alayhis salam ka thënë, besimi është dy gjysmash, pra dy pjesësh, gjysma durim dhe gjysma falënderim. Pra, kuptohet pjesë të tjera të besimit vinë mas këtyne. Pra, ose ndërfuten në renditën e këto dy pjesë. Allahu për mallënit vet thot Kur'an, o i dardhë në rabbuke, dhe kujto o besimtarë kur deklaroi Zoti yt, shpalli Zoti yt, që pasha la in shakartum, pasha mallënin time, nëse do më falenderoni, unë do t'ja ushtoj, pra do t'ja ushtoj mirësi. Pra kusht për të ushtu mirësi, çdo njeriu është të jetë mirënjohës ndaj Zotit, e para punës. Dhe kusht që një nga kushtet për mos u shkuar me imam e Zot, është që mos jetë bukshkaj apo mos mirënjohës. Ora i kafartum dhe nëse mohoni, dijeni që ndëshkimi im është i rreptë, thot Allahu në këtë ajet Kur'ani. Allahu për momentin në shumë ajet Kur'ani na urdhëron drejt për drejt dhe në mënyrë tërthore që t'jemi mirënjohës ndaj Zotit. Ai sa mohimin, dhe më të kundërt edhe mohimin, një rast Allahu e quhen falënderim. Pra pjesë përbërëse pa dyshim e besimit, vërtet. Ço do të thonë me qenë falëndërues? Të njohë njeriu, pra dhuntin, bujarin, mirësit e Zotit vetë, e krijuesit vetë. Ti pohoj ato dhe ta lartoj dhe ta madhnoj të mallin e Zotit. Vazhdojmë ke rëndësia e të qenurit falëndërues. Allahu për mallin vetë thot, lidhe me njeriu, wa hadaynahu, dhe udhëzuam atë, pra ja bëm të qartë atij rrugën. Imma shaken o imma kafura. Dhe njerëzit do të jenë, pra do ndahen dy grupe të mëdha, o falëndërues ose mohues. Zoti na shkruaj prej falëndëruesve besimtarë.
Allahu përmendit vetë kuptohet që falënderimin urdhën për të qenë mirënjohës, falëndërues e ka radhë parë për kundrejt madhnisë tij. Dhe me njëherë, mas urdhit për të qenë falëndërues ndaj Zotit, Allahu urdhon me qenë falëndërues ndaj prindërve. Ani shkurli wa liwalidej, ilayya al-masir. Më falënderosh mu, thot Imam Zot, dhe dy prindit tek mu është kthimi. Pra do japësh llogari sa falënderues ke qenë ndaj Zotit, prindërve dhe të gjithë atyre që ke detyrime. Këto janë më të veçantë. Kulmi falënderimit është ndaj Zotit. Pastaj ndaj prindërve, do thotë dikush po ndaj profetit alayhis salam, pa fjerë në shimin. Prindi shpirtnor, do tjetë që prindi shpirtnor është më nëse prindi biologjik. Allahu prindin biologjik e ka bërë sebeb që t'vim nga bota shpirtnore dhe këtë botë vendore, pra në këtë dynjë të rreme. Amo prindi shpirtnor që janë profetët më radhë parë, Allahu i ka bërë sebeb, i ka bërë shkak që shpëtojmë nga zhytja dhe sklavërimi që i bëjmë vetës, nga kjo botë vendore, me mashtrime, me joshje, të shkojmë ke bota e përjetshme, bota shpirtnore, pa vjen të shihet. Pa jemi mirënjohës ndaj Zotit, prindërve, me gjithë kuptimin e fjalës prind, dhe njerëzve në përgjithësi që na kanë bërë mirë, na kanë ndërruar ose na kanë ndihmuar. Profeti alayhis salam thotë, nëse dikush ju bën ndonjë të mirë, shpërblejani atë, pra kthejani me të mirë. Dhe nëse jeni pamundur që t'ja ktheni me të mirë, t'ja shpërblejani, luteni Allahun për atë njeri derisa qetësoheni, pra të bindeni që ja keni kthyr të mirën me të mirë. Pra, jo vetëm kaq, por profeti alayhis salam ka thonë, kush nuk falënderon njerëzit, për e drejtojnë, nuk falënderon Zotin. Pa ai njeri që në moralin e vet, në edukatën e vet, nuk ka drejtësi, dhe nga drejtësia është që t'jesh mirënjohës, ta pohosh të mirën e tjetrit. Dhe kulmi pa drejtësisë është të pohosh të mirën e Zotit. Pra ai që s'është mësuar me falëndëru atë që është e prekshme, pra kur dikush i bën pamirësi. Po Allahu që s'duket, pra nuk duket me sytë e ballit, nuk duket me sytë e zemrës, e mendjes, e arsyes. Diçka që do të tërheqë vëmendjen mos keq kuptohet. Kur flasim për mirënjohjen, falënderimin ndaj Zotit, kjo kurrën e kurrës nuk do të thotë që neve bëjmë pagesën e mirësive të Allahut duke qenë falëndërues. Pra ai falënderimi jon është i barabartë me atë që na ka dhënë Imam Zot. Kur nuk mund ta falënderojmë Zotin. Nuk mund të tregojmë mirënjohjen tonë si ai si e meriton Imam Zot. Allahu thotë në Kur'an, dhe nëse do përpiqeni ti numroni pa të gjithë përfshirni mirësitë e Allahut, nuk do arrini kurrë. Pa mo ka urdhëruar që ti përmendni mirësitë e Allahut. Edhe pse është e paaft. Është i paaft njeriu që të gjithë përfshin krejt mirësitë e Zotit. Ne falenderojmë Zotin, e para sa e meriton, e dyta se e mira falënderimit na kthehet po ne e falenderojmë Zotin apo e mohojmë atë, Allahu as nuk i shtohet, as nuk i paksohet asgjë. E mira kthehet ke ne, sepse Allahu, siç e përmend në ajetin e Kuranit, o e ta dhëna rabbuka, dhe kur deklaroi shpalli Zoti yt, vëndohë për mandin time, nëse të falenderoni, unë dhe e ushtoj. Pra, e mira që i kthehet rrotë. Nga rëndësia e qenërit falëndërues është që Allahu një personi apo një popull që është mirënjohës dhe për shkak të gabimeve apo gjunaheve që ka bërë mund meritojë dënim, por apo është mirënjohës, Allah e shpan dënimin. Allahu thotë në Kur'an, ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Nuk vepron Allahu me ndëshkim ndaj jush,
Me ndëshkim dhe është pak mas e keni meritu. In shakartum, nëse falëndëruat, pastaj nëse jeni falëndërues, ashman dënimin, wa amantum. Dihet që thelbi i gjithë mirave ke njeriu është besimi. Në këtë ajet Kur'ani, Allahu përmendit vetë besimin e përmend mas falëndërimit. Pse? Që të tërheqë vëmendjen e lexuesit apo dëgjuesit, aq rëndësi ka falëndërimi. Pra nëse jeni besimtar dhe jeni mirënjohës, dhe ndërkohë që e meritoni ndëshkimin për Zotit, Allahu e shman. E ana shkalon ndëshkim, nuk jo ose për dënime. Wa kana Allahu shakran alima, dhe Allahu ashtu ka qenë, dhe do të jetë mirënjohës dhe i gjithdijshëm, e din çfarë vepron. Si për keq, si për mirë. Atëherë pyetja është më me vend. Atëherë, cili është thelbi i falënderimit në Islam? A është falënderimi në Islam thjesht me thonë kur jemi të kënaq, kur jemi të kënaq me sipas mendjes tonë, elhamdulillah, lavdia i takon Allahut, ose shukran lillah, se shkëqyr Zotit, ose të falenderoj Allah, shqip. Kjo është një pjesë e vogël e falënderimit. Falënderimi, pra që është gjysma e besimit, është tredimensional, tre llojesh. E para me gojë, me zemër dhe me vepra. E kemi shpjeguar po dori përsërisë. Me gojë është në thonë drejt për drejt elhamdulillah. Lavdia i takon Allahut. Më qoftë edhe Allahu Akbar, Allahu është më i madh në cilësitë e vet, në bujarinë e vet, mirësinë e vet, në dashurinë e vet, për kujdesin e vet. Më i madh se gjithçka dhe më i madh se sa mund arrijë mendja e njeriu, pra nuk arrin njeriu ta njohë. Pafund. Duke përmend mirat e Zotit. Në urdhër kuranor, wa ma bi ni'mati rabbika fahaddith, dhe për mirësitë e Zotit ton flit, urdhër profetit dhe neve, sallallahu alaihi wasallam. Kjo është me gojë. Me zemër, shkurt. Ti gëzohesh dhuruesit dhe jo dhuratës, pra gjithçka na dhuroni Mollë Zot. Pra t'i gëzohesh sjelljes për kujdesjes ndërimit Allahut ndaj nesh, dhe jo të hutohesh mas dhuratës, aq sa të harrosh dhuruesin Zotit. Ato që janë pa fe, e shprehin falënderimin e vet, po hutohen mas dhuratës, mas mirësive të kësaj bote dhe harrin dhuruesin. Falënderimi me vepra, kjo është më e vështirë. Shumica e muslimanëve e kanë harruar. Falënderimi me vepra do të thotë të shfrytëzosh çdo mirësi që të ka dhënë Allahu Zot. Fillon nga mendja, nga shneti, nga koha, nga pasuria, nga pushteti, gjithçka. Shfrytëzosh gjithçka që të ka dhënë Allahu Zot. Në për fitu kënaqësinë e Zotit, sipas rrugës tij, pra sipas fesë. Ore një njeri që s'ka pasuni fare, ka sy, ka vesh, ka mendje, ti shfrytëzoj që në tyrë dhe veta për ato punë që e kënaqin Allahun. Kjo është falënderim me vepra. Dikush ka mundësi më tepër, ka pasuni, shfrytëzo pasuninë që i tepron për të fituar kënaqësinë e Zotit. Pra falënderon me vepra. Dhe këtu është ajo që është përbajtuar sot për gjendjen e muslimanëve, falënderimi me vepra është i dorës funit, pothuajse është harru krejt. Falënderimi me vepra shqip do me thonë me shfrytëzuar çdo çast jetës. A ke mundësi çdo çast jetës me shfrytëzuar me fitu kënaqësinë e Zotit, me qenë i lidhur me Zotin. Çdo mundësi, mirësi ta shfrytëzosh që e ke për Allah, ta shfrytëzosh për fitu kënaqësinë e Tij. Pra falënderimi me vepra. O të ka dhënë diturinë, shfrytëzoj diturinë me mësu të tjerë, me avon të jetë kënd dobi të tjerë. Pasunia që është pushteti, është forca, autoriteti mes njerëzve, nderimi nëse i ndron mes njerëzve, ti ftosh në Islam. Dhe kulmi i të qenërit falëndërues është falënderosh falënderimin. Çfarë do të thonë falënderosh falënderimin? Masi e mësuam që gjysma e besimit është falënderim, mirënjohje ndaj Zotit, me atë kuptim që e shpjegoj, dhe pe veten që
Allahu t'ka dhënë fatin e madh që t'jesh falëndërues, falenderoje Allahun për falënderim. Pra falenderoje Allahun që t'ka bërë prej falëndëruesve mirënjohësve. Profeti alayhis salam thot, duaja më e mirë alhamdulillah, pra surja Fatiha. Lutja më e mirë pse? Sepse që në fillim surja Fatiha çfarë fillon? Alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi, lavdia i takon Allahut, Zotit botërave. Nëse më falenderoni, betohen normalisht, ndihmë thotë Imam Zot që do ja ushtoj. Dhe ta falenderojmë që na ka bërë për falëndërues. Ndërkohë që ta anashkalosh falënderimin si pjesë e besimit, ose sikur ka thonë vetë profeti alayhis salam, gjysma e besimit, ka rësi që të moja. Allahu ka parajmëruar profetin po ashtu, sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha ladhu fadlin ala nas walakin akthara an-nas la yashkurun. Allahu është falës i madh, pra dhurues i madh për njerëzit, por shumica, kjo fjala do të na ndjekë të gjithë, do të na mbarojë të gjithë, por shumica e njerëzve nuk janë falëndërues. Po bonda të Allahut në Gjabu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ishte i prijës i besimtarëve. Në gjën një musliman thjesht që sillej rreth Qabës në hax dhe bonda vetëm një lutje. O Zot, mbon nga paktit. O Zot, mbon nga paktit. E shok për i harame, për lesë, që thotë, që është kjo lutje, ka ke një këtë lutje. Kjo thotë, a nuk thotë Zoti, në Kur'an, o kalilu min ibadi shakur, dhe pak nga robërit e mi, janë mirënjohës. Më fali thotë. A jetë Kur'ani. Por nuk lezohet Kur'ani kështu që unë kom hesë mirë, kom lezuja 50 faqe sot në Kur'an, kom hesë shumë mirë, jo më jore, saj e rreshtë, lezoja jetë Kur'ani. Kur ta lexosh aty që pak nga njerëz që robërit e mi janë mirënjohës, do ta hyj frika. Pa ja mund këto të pakti. Jam shenja me ato e kemi përsërisur shpesh sepse thot Kurani, dukuritë që ndodhin në këtë botë janë gjitha mesazhe për Allahut. Luma e që merr mësim. Allahu thot në Kur'an, ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Allahu përdor një shembull pranë Kur'anit. Shembullin e një vendbanimi, i cili ishte i sigurt i qetë. S'ka njëri në botë që nuk do të jetë i sigurt i qetë. I vjen të risku furnizimi me bollëk nga çdo anë. Tashi, kjo një nga sprova, mirëqenie furnizim, jetë e mirë e qetë e sigurt. Allahu shef si sillesh. Çfarë ndodhi me këtë vendbanim? Ta kafarat, mohoi. Pra mirësitë e Allahut nuk i shfryzoi me shtu për kushtimin dhe mirënjohjen e Zotit, por për haram. Shturje. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Mohur në begatit e Allahut. Dhe i bërë Allahu, shikoni shprehjen kuranore, të shijojnë. Njeriu ka disa ndjesi, ka shikimin, ka ndjesimin, ka nuhatjen, kurse më e fortja, më e drejt për drejta me organizmin e robit është shija. Ajo që shijoj që fut në barë, që fut në gojë. I bërë të shijojnë veshjen, që do më pse veshjen? Veshjen e panikut dhe të frikës, e të merrit. Veshja është diçka që e mën robi me vete, nuk i ndahet. Për shkak të asaj që e vepru. Pra mohun mirësitë e Allahut, pra i përdorën për haram me e kundërshtuar Zotin. Pa, kjo është kulmi i mos mirënjohjes ndaj mirësive të Allahut. Atëherë pyetja tjetër me vend, kur çka ka që rëndësishme, mirënjohja, dhe ka që rëndësishme mos mirënjohja.
Atëherë, na shpjegoj shkurt rrugën për të qenë mirënjohës, pa e ka shpjeguar profeti alayhi salatu wassalam. Ka thonë ai që dëshiron, nuk pa them përshtatshëm në shqip. Ai që dëshiron të shkruajë Allahu ke durimtarët dhe falëndëruesit. Të shikoj që në lidhje me këtë botë, pra, në nivelin e jetesës, botës materiale, me këtë dynjë, ka më poshtë se ai, pra ka më keq se ai. Dhe falënderon Allahun. Pra, kur shef atë që është më keq se ty, vetë ti do të falënderosh Zotin për atë që të ka dhënë. Dhe ai që shikon për çështjet e fesë, atë që është më lart, fillon ke profetët, ke njerëz të mirë, ke besimtarë të mirë. Ai që për çështjet e fesë shef atë që është më lart se ai dhe përpiqet ta imitojë, pra bëj si ai, patyshim që do dorin. Allahu e shkon ke durimtarë. Gjysma besimit, falënderim, gjysma durim. Zotin na bëj për ti. Në dy fjalë e ka shpjeguar profeti alayhi salatu wasalam rrugën për të qenë durimtar dhe falëndërues, mirënjohës. Kjo fe është e thjeshtë, është e bukur, është e përsosur. Mjafton vendose i herë për gjithmonë që të zbatosh atë që din. Kaq. Mos bje viktime shejtanit, ose viktimeve shejtanit, që rritu u angullë të qaj gjithë titën, dhe që të bëjnë kundër dhe të falënderojnë Zotin. Dhe të përpiqen për të përmirësuar gjendjen. Mos i bën viktim e medias dhe celularit. Ai sa do të bësh jetë personazhesh, firma që shumica i bëjnë shejton, rrot pa fe. Do ta kesh vinën si të njërit dhe të filonit, makinën si të njërit apo tjetrit. Ndërkohë që profeti alayhi salatu wasalam ta ka dhënë një rrugë shumë të thjeshtë. Shikoni që është më keq se ty. Edhe vetë vetiu dhe është falëndërues. Por çështjet e kësaj bote, dhe shikoni që është më mirë se ty fetarisht. Dhe përpiqu që bëhesh si ai. Ti je në durimtar. Alusim Allahu lusim Jesus. Na bëj për durimtar dhe mirënjohës. Na plotësoj imanin tonë. Besimin tonë, në stolis me vërtytet profetike. E lusim Kryusin i gjithësisë në mësoj ati që nuk e dim, në ashtoj t'i dunin dhe të jap dobi nga t'i dunia që në dhonë. Në ruaj nga t'i dunia që nuk ka dobi. Në ruaj nga jo dhe zemër që nuk bindët për manditi nga i dhe uni nefsi që nuk ngopet. Në ruaj nga to dhe i vepër shpejtësireve mandia ti nuk naqet dhe nga lutit që nuk kam përgjigje. Allahu ja kthef ti i umeti krenarinë e përdosur. Allahu ja kthef ti i umeti nurin Muhammedan të mënxirosur. Allahu ja kthef ti i umeti vërtetshmërinë profetike të zvetënuar dhe të përlyer. Allahu ja kthef ti i umeti dashurinë dhe nderimin dhe respektin e ndërsjellë që sot është sotuar. Allahu i lartoft, i dhon sukses dhe fitore gjithkujt që sinqerisht përpiqet për lartimin e Islamit dhe të muslimanëve. Allahu i shkatërroft gjithë kurthet dhe i gropost kurthet e veta që i ngrenë kundër Islamit dhe muslimanëve në veçanti dhe të njerëzisë në përgjithësi. Allahu i shliroft tokat e pushtuar të muslimanëve. Allahu mbi gjitha i çlirohet zemrat e pushtuara të muslimanëve nga dashuria për këtë botë dhe të sklavnuar nga veset dhe manit robnuse. Allahu na pastroj zemrën nga çdo hipokrizia dhe nga çdo qëllim i keq. Allahu i pastroj rradhën e muslimanëve nga hipokritët dhe të pabesët dhe tradhtarët. E lusim Allahun në falin prindrit tanë, krejt muslimanët, ato që ikën atë botë me iman, dhe ato që do vinë mas nesh deri në ditë kiametit besimtarë muslimanë. Dashur vëllezër, madhe të nderuar, kërkojeni falje Allahut për gjithaj punën e qanë.
Ai e don robin e vet kur i lutet. Ai e don shumë robin e vet kur i kërkon falje. Ai po në ligjon. Kërkoni falje atij për gjithë. Allahu ja pranon tutje. Amin.